Dje në stacionin policor në Tetov, personi me iniciale DM, 23 vjeçar nga fshati Pallatic, ka raportuar se një ditë më parë, rreth orës 20:20, në fshat është sulmuar fizikisht nga VF dhe IZ. Pas dokumentimit të plotë, rasti do të vijojë para shtresë përkatëse. Të shtunën në SPB Tetov është raportuar se në fshatin Miletin, rajoni Tetovës, nga sulmi fizik i FO është prishur rendi dhe qetësia publike. Në JR të dy nga fshati Miletin dhe ka përdorur një send të fortë. Pas dokumentimit të plotë, rasti do të vijojë një dorëzim përkatës. Të shtunën në sektorin për punë të brendshme në Gostivar është raportuar se rreth orës 15:20 para një hoteli në Gostivar është prishur rendi dhe qetësia publike nga ana e BSH 62 vjeçar, të dy nga Gostivari. Pas dokumentimit të plotë rastit, do të vijojë dorëzim përkatës. Mbrëm në ora 19:30, zyrtarët policor e kanë privuar nga liria personin SD, 55 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se ka sulmuar fizikisht fëmijën e tij VN, 50 vjeçar nga Gostivari, duke përdorur sende të forta. Pas dokumentimit të plotë rastit, do të vijojë një dorëzim përkatës. Dje në ora 19:10 në policinë e Gostivarit është raportuar se me dhunë dhe një send është konfiskuar naftë dhe nga rezervuari i mekanizmit në hidrocentralin Mavrov. Pas marrjes së masave në ora 19:20 në rrugën rajonale në Mavrov Andov është kryer kontrolli i automjetit të pasagjerëve Ford me targa të Gostivarit i drejtuar nga AZ, 56 vjeçar nga Vrutoku i Gostivarit. AZ është privuar nga liria dhe pas dokumentimit të plotë rastit ndaj tij do të bëhet kallëzim përkatës.